Parku Kombëtar Olimpik, Washington, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ofron një përvojë unike të qetësisë natyrore brenda një pylli të larmishëm tropikal. I vendosur në shtetin e Washingtonit, ajo është një zonë mahnitëse natyrore që krenohet me një gamë të larmishme ekosistemesh të kombinuara, duke filluar nga malet e akullnajave të cilat dominojnë brendësinë e parkut, duke shfaqur maja dhe akullnaja të mbuluara me borë. Pyjet e shiut të butë në anën perëndimore të parkut është zona e harlisur me pyjet të veçanta si ho dhe kuinolt, të njohura për formën e tyre të lartë dhe myshqet e bollshme. Parku gjithashtu përfshin një shtrirje të egër dhe piktoreske të bregdetit të paqësorit me maja shkëmbore, plazhe me rër dhe pellgje baticash. Liçeni i bukur dhe i thellë, Lake Crescent, i rrethuar nga pyje, është perfekt për ecje në natyrë dhe lundrim me varg. Vizitorët në këtë park mund të shijojnë një sër aktivitetesh duke përfshirë kamping, soditjen e jetës së egër, shëtitjet e gjata rrethuar nga bimësia apo eksplorimin e pellgjeve të baticës. Zona u krijua fillimisht si monument kombëtar i malit Olimp në vitin 1909 dhe u caktua rezervë ndërkombëtare biosferës, çka e renditi në listën e UNESCO-s në vitin 1976 si vend i trashëgimisë botërore, duke njohur rëndësinë e tij unike ekologjike.